Sigurisht. Le të fillojmë me një problem me të cilin askujt nuk i pëlqen të rri. Ne ende nuk e kuptojmë se nga vjen vetëdia njerëzore. Mund t'ju themi se kur u rritën trut tanë, i kemi kockat, por pjesa jote që është e vetëdijshme, pjesa që po e shikon këtë video tani, shkenca ende nuk mund ta shpjegojë atë. Një natë në kohë të zhdukura prej kohësh, njeriu u zgjua dhe pa veten. Ai pa se ishte i zhveshur nën kozmos, i pastre në trupin e tij. Gjithçka u hap para mendimeve të tij kërkuese. Çudi mbi çudi, tmerr mbi tmerr, të gjitha lulëzuan në mendjen e tij. Pastaj u zgjua edhe gruaja dhe tha se ishte koha për të dalë dhe për të vrarë diçka. Dhe njeriu mori harkun e tij, fryti i bashkimit midis shpirtit dhe dorës, dhe doli në yje. Por kur kafshët erdhën në gropën e tyre të ujit, ku ai nga zakoni i priste, ai nuk e njihte më vrrullin e tigrit në gjakun e tij, por një psalm të madh për vëllazërimin e vuajtjes të përbashkët për të gjithë të gjallët. Atë ditë ai u kthye në shtëpi me duar bosh, dhe kur e gjetën përsëri në lindjen e hënës së re, ai ishte ulur i vdekur pranë gropës së ujit. Harrojeni për pak alienët hapësinor. Fakti i ndershëm, i mbrojtur dhe i pakëndshëm është ky: vetëdia njerëzore nuk përshtatet me historinë evolucionare. Është shumë e shpejtë për të qenë një ndarje e plot nga gjithçka poshtë nesh. Dhe nuk kam nevojë të jem një teoricien marginal për ta thënë këtë. Njeriu që zbuloi së bashku për zgjedhjen natyrore e tha i pari. Alfred Russel Wallace, bashkautori i Darwinit për evolucionin, u nda nga Darwini në 1869 pikërisht për këtë. Ai shikoi trurin e njeriut dhe arriti në përfundimin se për zgjedhja natyrore nuk mund ta kishte ndërtuar atë. Një tru vetëm pak më i madh se i një gorile do të kishte qenë më se i mjaftueshëm për mbijetesën e njeriut të hershëm. Megjithatë, këta njerëz zotëronin një të tillë mezi inferior ndaj një filozofi. Përfundimi i tij ishte herezia atëherë dhe tani se disa inteligjencë superiore kishte udhëhequr zhvillimin njerëzor në një drejtim të caktuar për një qëllim specifik. Shkenca kryesore ka kaluar 150 vjet duke u përpjekur ta varrosë këtë thënie. Nuk po flas për alienët e lashtë. Themeluesi i teorisë evolucionare vetë tha, evolucioni nuk mund të na shpjegojë. Në 1933, filozofi norvegjez Peter Essel Zapfe shkroi një esë të quajtur Mesia i fundit. Në të, ai parashtroi se ekzistenca njerëzore është një gabim tragjik i shkaktuar nga zhvillimi i tepërt i vetëdijes. Intelekti ynë u rrit mjaftueshëm për të parë indiferencën e universit dhe vdekjen tonë që po vjen. Dhe tani nuk mund ta shohim më. E njëjta anomali që Allace vuri re nga jashtë. Trut tanë shumë të mëdhenj. Përvoja e të paturit një mendje, kjo është shumë. Tani nuk jam këtu për t'ju shitur alienët. Nuk e di se çfarë ishin në të vërtetë perëndit, dhe kushdo që ju thotë se është i sigurt vetëm po hamendëson. Por ajo që di është se diçka na ndodhi neve. U ndam nga gjithçka tjetër në këtë planet në një mënyrë që është pothuajse e pamundur të shpjegohet. Aroherga AP11 është një gjën që ekziston te njerëzit dhe në asnjë kafshë tjetër të gjallë. Jo te shimpanzet, jo te gorillat, jo te asnjë majmun, vetëm te linja njerëzore. Erdhi nga një gabim kopimi rreth 5 milion vjet më parë, pasi paraardhësit tanë u ndan nga shimpanzet. Çdo tru në zhvillim funksionon me një grup qelizash burimore të quajtura progenitor që prodhojnë neurone. Në shumicën e kafshëve, ai grup digjet shpejt, bën grupin e tij dhe ndalon. Argap 11 e mban atë në punë. Ai i drejton progenitorët bazal, veçanërisht radiolim bazale, të vazhdojnë të kopjojnë veten në vend që të kthehen në neurone shumë herët, gjë që prodhon më shumë neurone, veçanërisht neuronet e shtresës së sipërme që grumbullohen në korën e primatëve, duke prodhuar një neokorteks më të madh që paloset në rrudha. Neokorteksi i njeriut është rreth 3 herë më i madh se ai i shimpanzes, dhe ky gjën është një nga arsyet kryesore pse. Se do të shfaqe një mutacion kaq i përfshirë saktësisht në zgjerimin e trurit të njeriut në linjën e saktë që më vonë bëhet e vetmja specie në tokë e aftë të deshifrojë ADN, të ndërtoj qytete, të ndjek yjet, të ndaj atomin dhe të pyes se nga erdhi?
Kur futet në sistemet eksperimentale jo njerëzore, ai e shtyn zhvillimin e trurit drejt veçorive më të ngjashme me njeriun. Më shumë qeliza progenitore, inde kortikale të zgjeruara dhe në disa studime rritje të palosjes. Një studim i vitit 2020 raportoi se gjeni rriti madhësinë dhe palosjen e neokorteksit fetal në një model primati jo njerëzor. Pse këtyre shpikjeve shkencore, të cilat ishin thelbësore për mbijetesën e tij, ai që nga një kohë e hershme ushtoi ato arte që tani na mahnitin, zbukurime me forma kafshësh. Pse mbi të gjitha erdhi në shpella si kjo, jetoi në to dhe më pas bëri piktura kafshësh, por në vende që ishin të errta, sekrete, të largëta, të fshehura, të paarritshme. Në këto vende kafsha ishte magjike, por magjia është një fjalë që nuk shpjegon asgjë. Thot se njeriu besonte se kishte fuqi këtu. Mund t'ju jap vetëm mendimin tim personal. 20.000 vjet më parë, në atë që tani është Franca Jugore, dikush mbushi një llambë guri me yndyr kafshësh të djegur dhe u ngjit poshtë në errësirë, përtej dhomave të lehta, poshtë një boshti ku duhet të zbresësh veten, dhe aty poshtë nga një flak sa madhësia e një qiri, ata mbuluan muret me kafshë, qindra prej tyre. Kuaj dema dre një rinoceron dhe arinj. Një dem vrapon 17 këmbë përgjatë shkëmbit, kafsha më e madhe që dikush ka gjetur ndonjëherë në artin shpellor. Ata përdorën fryrjet në shkëmbë për t'u dhënë kafshëve peshë dhe mbivendosën një bizon pas një tjetri për ta shtyrë në distancë dhe për të krijuar thellësi. Në dridhjen e llambës, tufat duken sikur lëvizin. Kjo është një anomali. Mund të qëndrosh pikërisht përballë një dhome plot prova se mendja njerëzore ishte tashmë këtu. Tashmë e te mbushur, tashmë duke arritur për te i botës në të cilën jetonte. Çfarëdo që Nandez e kishte përfunduar punën e saj shumë kohë përpara kësaj. Në kohën kur këto llamba u ndezën, ne ishim plotësisht çuditërisht njerëzor dhe tashmë po përpiqeshim të kujtonim se çfarë ishim. Fuqia që shohim të shprehur këtu për herë të parë është fuqia e imagjinatës që shikon përpara. Në këto piktura gjahtari njihej me rreziqet që dinte se duhej të përballte, por të cilave nuk i kishte ardhur ende. Kur gjuetarët sillnin këtu në errësirën e fshehtë dhe drita ndizej befas mbi fotot, ai e shihte bizonin ashtu siç do të duhej ta përballonte. Pse jemi të vetëdijshëm? Si jemi të vetëdijshëm? Çfarë është vetëdia? Të gjithë kanë një teori, po thuaj se askush nuk pajtohet. Po vetëdia është aftësia për të qenë në gjendje të përgjigjesh, të paktën në një farë niveli, ndaj mjedisit të jashtëm. Shkenca do t'ju thotë se është e thjeshtë. Vetëdia është ajo që bën truri yt, sapo të bëhet mjaftueshëm i ndërlikuar. Por pasi të dim për sinjalet elektrokimike në tru, çfarë dim vërtet për të? Mjaft neurone, mjaft lidhje dhe dritat ndizen. Asnjë magji, asnjë përbërës shtesë. Ti je truri yt. Ekziston një botë private brenda secilit prej nesh dhe ajo botë është mendja jone e vetëdijshme. Kur flasim për vetëdijen tonë, i referohemi ndërgjegjësimit tonë të menjëhershëm ndaj stimujve të brendshëm dhe të jashtëm. Mendimet, ndjesit tona, kujtimet dhe bota përreth nesh përfaqësojnë përvojën e vetëdijes. Por përvoja e vetëdijshme ndryshon nga momenti në moment. Pikërisht se cili është përkufizimi i vetëdijes është një koncept shumë i vështirë. Disa mendojnë se një mendim bëhet i vetëdijshëm në momentin kur transmetohet në të gjithë trurin menjëherë. Të tjerë thonë se ka të bëjë me sa fort lidh një sistem informacionin e tij, dhe se vetëdia rrjedh dobët në për çdo gjë që përpunon botën. Dhe të tjerë thonë se nuk po e shihni fare realitetin. Truri juaj po hamendëson duke hedhur parashikimin e tij më të mirë jashtë. Dhe ajo që ju e quani botë është një halucinacion i kontrolluar, mjaftueshëm i dobishëm për t'ju mbajtur gjallë. Bëhet edhe më e çuditshme nga këtu. Mjekët raportojnë raste që nuk përshtaten. Zemra ndalon, aktiviteti i trurit sheshohet. Organi që supozohet të gjenerojë mendjen u fik. E megjithatë personi kthehet duke përshkruar atë që pa dhe dëgjoi ndërsa ishte klinikisht i vdekur.
Një kardiolog I quajtur Pim Van Lommel kaloi vite duke dokumentuar këtë fenomen dhe arriti në një përfundim që shumica në fushën e tij nuk do ta ndjekin, se vetëdia nuk qëndron në kafkë dhe mund të mos krijohet fare aty. Është jo lokale e pranishme disi, edhe kur truri që supozohet ta prodhoj atë është errësuar. Korteksi cerebral është rajoni sipërfaqësor I palosur thellë I një truri që lidhet më fort me inteligjencën. Poshtë djathtas. Është pjesa e njollosur këtu jashtë. Nëse e qëroni atë nga truri I një miu, do të mbuloj një pull poste. Qëroni nga një majmun do të mbuloj një kartolin. Qëroni nga një shimpanze do të mbuloj një flet letre shtypi. Qëroni nga ne dhe do të mbuloj 4 flet letre shtypi. Tani mund ta shihni se ky është një tranzicion. Ky është qartësisht një transformim. Tani ka disa gjëra të çuditshme në lidhje me të. Këta po përdorin gjithçka që kanë. Gjithçka që kanë. Ne po përdorim gjysmën e një faqeje në një mënyrë shumë të ndryshme nga ata duke përdorur atë që kanë. Gjysma e një faqeje. Si e dim, të gjithë e dim. Ne përdorim rreth 10 të trurit ton. Ne e dim këtë nga studimet e bëra me idiotët, savantët. Ju e dini këtë. Dhe ne e dim se ka mijëra milje rrjetesh nervore në kokat tona që nuk përdoren. Nuk e dim pse. Gjëja kryesore që dua të kuptoni. Nuk ka asnjë kocë të vetme njerëzore në të ashtu quajturin regjistrin fosil të paranjerëzve. Dhe me mend çfarë? Antropologët nuk do ta kundërshtojnë këtë me ju. Një idiot mund ta shohë. Gjithçka që duhet të bësh është ja tregosh atij. E po ata e din këtë. Pra ata thonë ke të drejtë. Ke të drejtë. Nuk ka asnjë kocë të vetme njerëzore në regjistrin fosil të paranjerëzve. Edhe pse ne insistojmë se këta janë me të vërtet paranjerëz. Arsyeja pse mund të shpëtojmë me këtë është sepse do të vendosim dik pikërisht këtu që do të tregoj një tranzicion midis këtyre. Dhe ky është hallka e humbur. Hallka e famshme e humbur. Të gjithë keni dëgjuar për të. Kjo është ajo që është. Kjo është gjëja që do të qëndroj pikërisht këtu dhe mrekullisht do të tregoj një tranzicion të qetë nga kjo në këtë. E po unë ju them, po sikur hallka e humbur të ishte këtu sot? Ai do të kishte nevojë për rreth 20 ose 30 kushërinj që qëndrojnë pranë tij, duke treguar tranzicion të mjaftueshëm gradual për ta bërë këtë të besueshme. Nuk merr vetëm një hallk të humbur. Ju duhen 10 për ta bërë këtë teori të funksionojë. Të tranzicionit gradual, paradigma darwiniane. Po sikur truri të mos gjeneroj vetëdije, po sikur ta marrë atë, një shekull më parë Ilham James tha, truri është një filtr duke ngushtuar diçka të madhe në rrjedhën e vogël që mund të përballosh. Aldous Huxley e quajti një valvulë reduktuese. Aty për të mbajtur pothuajse gjithçka jashtë në mënyrë që të mund të funksionosh. Ne jemi marrës të një sinjali transmetimi, dhe nëse truri vetëm e merr atë nga vjen transmetimi, filozofi Bernardo Kastrup argumenton se materia është iluzioni, dhe mendja është themeli, se universi është një vetëdije e vetme dhe se cili prej nesh është një vorbull në të, I bindur shkurtimisht se jemi të ndarë. Disa nga themeluesit e fizikës kuantike mendonin njësoj. Max Planck, I cili filloi fushën e konsideronte vetëdijen si gjën themelore, dhe materien si të prejardhur prej saj. John Heller mendonte se universi kishte nevojë për vëzhgim për të ekzistuar plotësisht. Një kozmos që shikon veten në ekzistencë. Dhe mijëra vjet përpara çdo ekuacioni, të urtët e Vedave thanë ekziston një vetëdije. Ajo është baza e gjithçkaje. Dhe tipa syve të tu dhe inteligjenca pas universit janë një gjë vetme që e harroi veten me qëllim. Kështu që mund të kishte përvojën e zgjimit përsëri. E njëjta formë si monada gnostike. Një burim gjithçka kondensohet prej tij, pastaj përpiqet të gjejë rrugën për në shtëpi. Çdo qiri digjet në të njëjtën mënyrë. Drita derdhet nga flaka, dhe sa më tej të udhëtoj, aq më e dobët bëhet. Asgjë në fizik nuk ofendohet nga kjo. Energjia përhapet, intensiteti zbehet me distancën,
Rendi shpërndahet në çrregullim. Ky është ligji i dytë i termodinamikës. Rregulli i vetëm që universi nuk e thyen kurrë. 24 shekuj më parë, Platoni e përshkroi realitetin në të njëjtën mënyrë. Drita që rrezaton poshtë nga një burim i vetëm. Gnostikët e trashëguan këtë figurë dhe e mprehën atë. Pleroma, plotësia. Vetëdia e pastër në qendër që rrjedh jashtë përmes shtresave zbritëse. Secila më e zbetë se e fundit. Eonet, arkonët, materia, ne. Ata po përshkruani një gradient, një largim nga burimi. Ai model lëviz në të njëjtin drejtim si entropia. Nga përqendrimi në shpërndarje, nga shkëlqimi në hije, nga më shumë në më pak. Fotografia e lashtë dhe ligji modern tregojnë të njëjtën gjë. Tani mbajeni këtë kundër historisë që na tregohet sot. Llogaria materialiste thot se vetëdia funksionon në të kundërt. Thot se materia e vdekur, atomet pa jetë të brendshme, pa vetëdije. Asgjë nuk u organizua lart. Deri në një far pragu kompleksiteti, drita thjesht u ndezën. U shfaq diçka që nuk ishte aty më parë. Një qiri që ndizet vetë në një univers ku flakët vetëm zbehen. Fizikantët do t'ju thonë se entropia drejton energjinë, jo përvojën, dhe se rendi lokal mund të rritet për sa kohë që fatura totale paguhet. Kjo është e vërtetë. Toka ndërton kompleksitet sepse dielli po digjet për ta financuar atë. Por kjo përgjigje pranon pikërisht atë që po përpiqet të shmangë. Kompleksiteti është gjithmonë i huazuar. Çdo gjë e rregullt në këtë planet funksionon me një gradient që rrjedh poshtë nga një burim më i ndritshëm. Asgjë këtu nuk ngrihet nga asgjëja. Pra, pse do të ishte mendja përjashtimi i vetëm? Pse do të ishte vetëdia e vetmja gjë në kozmos që shfaqet pa një burim për të tërhequr? Emanacionistët nuk e kishin kurrë atë problem. Në modelin e tyre vetëdia nuk del në tru. Ajo mbërrin atje e zbehur e filtruar, një rreze e largët nga një flak që nuk mund ta shohim më. Truri nuk është një gjenerator, është një marrës në skajin e largët të dritës. Ja çfarë dihet? Entropia shkon në një drejtim. Ja çfarë pretendohet se mendja është ajo që bën materia kur bëhet mjaftueshëm e ndërlikuar. Dhe ja çfarë mbetet e hapur. Pas një shekulli kërkimi, askush nuk e ka gjetur kurrë mekanizmin, as vendin, as procesin, as momentin kur materia bëhet përvojë. Shkenca e quan problemin e vështirë. Gnostikët kishin një emër tjetër për të. E quanin shkëndia hyjnore. Në vitin 1995, filozofi David Chalmers i vuri një emër diçkaje që shkenca po shmangte. E quajti problemi i vështirë i vetëdijes. Jo se si truri përpunon informacionin, jo se si qëllojnë neuronet. Ato janë të vështira, por janë të zgjidhshme. Problemi i vështirë është ky. Pse ndonjë prej tij ndihet? Pse ka diçka? Është si të shohësh të kuqen, të dëgjosh një akord, të jesh ti. Një makinë mund të bëjë gjithçka që bën një tru në errësirë totale. Asgjë nuk kërkon përvojë dhe megjithatë ja ku është. Vetëdia është kundërshtimi i madh ndaj materializmit. Është gjëja që bërtet se ka diçka më shumë se thjesht materiali. Edhe vetëm kur ke një ëndër të zakonshme, është magjepsëse të mendosh se çfarë po ndodh atje. Ke imazhe në kokën tënde. Mund të mbyllësh syt dhe të pikturosh gjëra. Mund të shohësh ngjyra, mund të shohësh forma në kokën tënde. Si, ku janë ato forma? Fola për këtë së fundmi në YouTube dhe njerëzit në seksionin tim të komenteve me të vërtet nuk e pëlqyen këtë ide. Dhe ndoshta po kuptoj diçka gabim këtu, por po flisja se si nëse gjithçka që përjeton, nëse gjithçka në tru është e reduktueshme në materiale. Kur mbyll syt dhe shoh një trekëndësh, aty ka vërtet një trekëndësh. Mund ta shoh se është aty dhe mendoj ku është ai trekëndësh? Materialisti duhet të thotë se është i reduktueshëm në një vend diku në trurin tënd, por nëse të pres trurin nuk do të gjej një trekëndësh brenda tij, apo jo? Dhe njerëzit menduan se kjo ishte pak budallaqe, sepse është sikur të presësh një kompjuter, nuk do të gjesh gjën që shfaqet në ekran, por prapse prap ke ekranin që shfaq trekëndëshin.
Në mendjen tënde thjesht ke mendjen. Nuk ka ndërfaqe. Është thjesht kompjuteri. Është sikur vetë kompjuteri, disi aty ishte një trekëndësh në përvojën subjektive të vetë kompjuterit. Si, ku është ajo foto e trekëndëshit në kokën tënde? Ku dreqin është? Të lashtët e kuptuan këtë të parët. Plotini hartoi strukturën 18 shekuj para Chalmers. E quajti problemin një në krye. Vetëdia e pandar përpara çdo forme. Poshtë saj mendja hyjnore, poshtë asaj shpirti, dhe në fund materia s'ka i largët i dritës. Gnostikët nuk kishin neuroshkencë. Ata kishin përfundimin ku neuroshkenca vazhdon të mbërri. Shkëndia hyjnore nuk është bërë këtu. Ajo vjen nga diku tjetër. Shiko, i sheh ato zogj? Në një moment një program u shkrua për t'i qeverisur ata. Një program u shkrua për të mbikëqyrur pemët dhe erën, lindjen dhe perëndimin e diellit. Ka programe që funksionojnë kudo. Ata që po bëjnë punën e tyre duke bërë atë për të cilën ishin krijuar, janë të padukshëm. As nuk e di se kanë qenë këtu, por të tjerët mirë dëgjon për ta gjatë gjithë kohës. Nuk kam dëgjuar kurrë për ta. Sigurisht që ke. Sa herë që ke dëgjuar dikë të thotë se pa një fantazmë ose një engjëll, çdo histori që ke dëgjuar ndonjëherë për vampir, ujqër ose alien është sistemi që simulon një program që po bën diçka që nuk supozohet të bëj. E ke parë në ëndrat e tua, apo jo? Dera e bërë nga drita. Çfarë ndodh kur kalon përmes derës? Diku midis konceptimit dhe kujtesës tënde të parë, drita u shfaq. Një moment nuk e ti dhe pastaj papritur ke. Ngjarja më e rëndësishme e ekzistencës sate, e mbyllur pas një muri amnezie. Shkenca e quan thjesht amnezi infantile dhe vazhdon. Të lashtët e soditën atë mur për shekuj dhe ata bën një pretendim tjetër. Ti nuk fillove këtu, ti hyre. Gnostikët përshkruan një prag midis botës së dritës dhe botës së materies. Shkëndia numeni fragmenti i burimit kalon përmes tij në rrugën e zbritjes. Një derë e bërë nga drita, dhe gjëja e parë që të ndodh në këtë anë të saj, është se harron se ekziston. Ekziston një tekst që e tregon këtë histori më mirë se çdo doktrinë, himni i perlës i ruajtur brenda akteve të Thomait. Një histori që kisha e hershme nuk e kanonizoi kurrë. Ndoshta kjo është arsyeja pse mbjetoi e paprekur. Një princ dërgohet nga mbretëria e të Atit për të marrë një perlë të ruajtur nga një gjarpër në vendin e Egjiptit. Para se të largohet, prindërit e tij i heqin rrobën e tij të dritës dhe e veshin me rrobat e vendit poshtë, në mënyrë që të mos njihet në Egjipt. Diçka e pashmangshme ndodh. Ai ha ushimin lokal, pi verën dhe harron perlen, misionin, mbretërinë e tij, faktin që është madje një princ. Ai bie në një gjumë të thellë, brenda jetës së tij, pastaj një letër mbërri nga shtëpia dhe flet me zërin e të Atit. Kujto se je biri mbretërve, kujto perlen, kujto pse u dërgove. Ai zgjohet, gjen perlen dhe kthehet në shtëpi. Dhe kur sheh rrobën e tij të dritës duke e pritur, himni thot, është si të shikosh në një pasqyrë. Ai e njeh veten. Ky është i gjithë modeli gnostik i një jete njerëzore në një histori, një mision i ndërprer nga amnezia. Trupi është veshja e huaj, bota është Egjipti. Gjumi është ekzistenca e zakonshme, dhe letra është çfarëdo që të zgjon. Në faqet e fundit të Republikës së Platonit, shpirtrat që hyjnë në jetë të reja kalojnë fushën e harresës dhe pinë nga lumi lethe. Pini shumë dhe nuk mbani mend asgjë. Platoni po i përgjigjej kundërshtimit të qartë.
Nëse erdhëm nga diku, pse nuk e kujtojmë? Platoni e vendosi për sosmërinë në krye. Forma e së mirës e plot dhe e tërë. Gjithçka poshtë saj zbret në një hierarki, çdo nivel një kopje më e zbehtë, më e fragmentuar. Materia qëndron në fund më larg burimit. Shekuj më vonë, Plotini i dha hierarkisë një mekanizëm. Emanacion. Njëri vërshon si drita nga dielli ose nxehtësia nga një zjarr. Realiteti derdhet prej tij pa e paksuar atë. Nga njëri mendja, nga mendja shpirti, nga shpirti bota fizike. Çdo hap jashtë humb unitetin. Gjërat fragmentohen, shumë fishohen dhe zbehen, derisa të arrish në materien e papërpunuar. Ky është noema. Njerëzit nuk janë materie që disi gjeneron shpirt. Një njeri është shpirt i kapur në materie, një pjesë e burimit e shkëputur prej tij nga një aksident kozmik. Në fund të gjithçkaje, gjithçka që di është se nuk di nëse as gjysma e kësaj është e vërtetë. Do të thotë që të gjithë ata që ke përjashtuar po mbajnë të njëjtën shkëndijë si ti. I njëjti burim nga i njëjti zjarr, vetëm një distancë tjetër prej tij. Ajo që di është se i kam lexuar tekstet dhe kam parë shkencën, dhe ende nuk e di cila histori është e vërtetë. Por zërat më të vjetër që kemi treguan të gjithë të njëjtën derë. Dhe njerëzit që ndërtuan gjithë botën e tyre mbi këtë ide, ata nuk ishin budallenj. Kështu që nuk mund t'ju them se çfarë është pas derës. Gjithçka që di është se ja vlen të përpiqesh ta zbulosh përpara se të arrijmë atje. Ka një insekt në kamerën time. O Zot, nëse edhe gjysma e kësaj është e vërtetë.